Kur mos përdorni peshqir për fytyrën? Ja pse. Janë të shumta gabimet që bëhen në përditshmërinë tonë, teksa kujdesemi për fytyrën, por sipas dermatologëve, një ndër gabimet më trashëgimike është përdorimi i peshqirit për të tharë fytyrën. Fillimisht, peshqiri për fytyrë nuk duhet i njëjtë për të gjithë trupin, por duhet të jetë veçmas. Dermatologët shprehen se përdorimi i peshqirit mund të përhapë bakteri në lëkurën e sapo pastruar, duke shkaktuar puçra për fytyrën. Ndërkohë që fytyra e lagur vepron si sfungjer dhe do të thithë më shpejt të gjitha produktet që vendosen pas peshqirit. Ndalajini fytyrën me ujë të rrjedhshëm dhe e lejoni që të marrë frymë. Më pas aplikoni të gjitha produktet që përdorni në përditshmërinë tuaj. Këshillohet që nëse keni një fytyrë të ndjeshme dhe acarime të mëdha të saj, pasi e fshini me peshqir, të përcjellni gjithashtu edhe trajtimin e përdorimit të pecetave të thata, të cilat do ju ndihmojnë në pastrimin më të mirë të tyre dhe largimin e papastërtive. Është një mënyrë që mund të arrijë rezultate të shpejta.